Allahu ju ka porosit ta drejtoni namazin, jo ta falni vetë. E njoni prej neve thot, qish drejtohet namaz? Allahu ka thonë, aqimus salat, drejtoje namazin tanë, se me falë nuk diskutohet, se me vazhdu islami jotë dush mu falë. Me drejtu namazin, vitë që këtë hadith me ditë për islamit nuk duhet qëtër. Qish si ta drejtoj namazin? A donë që namazin ta jap efekt? A donë më knoq namaz? A ke dëshirë që i pësh hakin edhe t'ja krysh zotit tanë namazin qish e donë Allahu? Cili ka qef? Atërë ndëgjone, që ka tha Jahja që i porositi, në porositi dhe pejgamberi Allahu dhe neve. Tha kur tish namaz, përqëndrohu në tërë. Mos u shpërqëndro nga namazi jot, mos i shomen të tërka. Vetë shkojnë, di. A mo përpiqu, ta kuptoj që kjo që i vijon, ka me të nimu shumë ti me ndrejq namazin ta. Ta kur tish namaz, kur tu ish Allahu Ekber, Allah është maj modhi, Allahu tha me fityrën e vetë këthet ka ty, por në thot robi jem, këshirëm të shësimu. Allahu drejtojt e ty, ta deri Allahu qëndron me ty, deri sa nuk shpërqëndrohesh nga namazi jot. Nëse shpërqëndrohesh nga namazi jot, Allahu e këtër shpinë dhe a i shpërqëjë të. Po tha njoni për neve, po helpet me qku me një të tërka, ka i loqë. Ta bëja mërë Allahu. Nëse ven shejtoni dhe ju nga smon që tonë, thot, ta ja përviq me të nalë të kafja, së në kanalë. A përviq me të nalë në udhe, së në kanalë. A përviq të dera gjën telefon njoni, pas që atërë ka thërë, së në kanalë. Ti apet gjamin, ka thonë e tash, atërë ti qoj men që tërka. Ka thonë nëse ndodhë thuni e udhë billajmë në shejtonë rëgjim në veti, edhe pështim anën maj 3 herë. E pështim, jo ke qëtërin me pështim ato. Po pështim pa 3 herë. Shejtoni largotën apeteve prorë. Deri sa shejtoni ka mu dërzu. A më njoni prej selebve tha, po une ka 300 herë tha baja mo. Une kiton dhe stel gjatë, mos o të. Para të dhe të ndërshëm, Allahu drejtohet me rahmetin e vetë. Allahu drejtohet me shiqimin e vetë. E ku të shiqon Allahu edhi shka ndodhë. Njëherë Allahu me të shiqu me rahmetin e vetë, nuk duhet më shumë, se të mirët e dunjos dhe të akiretit Allahu tjerë. Se ka shiqu Allahu dika në rahmet, dhe dhe më ka më shumë. Waqib në Gjerahi dha kër e shirë shmi në udoke në fjallë shumë shkërqente në fityrë, thue se kja është melek. Allahu ka thënë Kurani Kerim, vujuhu jaume idhim musfirah, dahiketum mustabshirah. Ditën e Kiametit kemi pa do fitira kanë me shkërqenjë. Ibn Abbasi tha, a keni dëshirë me ditë cila fityrë shkërqenjë ditën e Kiametit? Tha fitira e namazliut që ja përqëndru namazin e ti në veçantit notës. Kaba l'ahbari thëje notën, a përshe ju që një të një me leket prej që eli ju shiqojnë sikur ijen tokë. Ju jeni ijet e tokës për banorët e që elit, sikur që janë ijet e që elit për banorët e tokës. Shkëlqenjë. Kush e banë që këtë namazë? Mos o kje problem se nëse në punë, shkërë saba. Allahu ka me tonë ku vetë. Ka premtu për nga mërë Allahu. Së munjet Allahu ti ka me të largu. Ka me të avëru Allahu azdo gjëll me të dash. Ka me të pasru Allahu dhe ka me të gradu dhe më gritë. Shka po do më shumë? Po dhe drishkin e zemrës Allahu azdo gjëll ka me hek. Jahja Razi thëtë, ilaçi drishkit të zemrës janë 5. E para leximi i Kur'anit, e dita namazi natës,